Si kele pëse vlerësojmë faktin se secila prej partive politike cila do të garojnë në zgjedhjet e 7 qershorit, duhet ta ketë parasysh faktin që në listat e tyre zgjedhore duhet të përfshin kandidatë që nuk kanë probleme me ligjin. Pra, duke qenë se të gjitha këto parti politike thirren në aspektin e sundimit të ligjit dhe në integritetin institucional, është e rëndësishme që në listat zgjedhore për këto zgjedhje të mos përmbajnë ose të mos kenë kandidatë të cilët njëkohësisht kanë probleme me ligjin dhe njëkohësisht zgjedhen si përfaqësues të popullit brenda kuvendit të Republikës së Kosovës. Pra ajo që është e rëndësishme është që për tu garantuar një proces me integritet, një proces zgjedhor me integritet dhe për tu garantuar që kemi një kuvend i cili përmban brenda vetë deputet me integritet, është e rëndësishme që në këto lista zgjedhore të cilat do t'i bëjnë partitë politike të mos përfshihen persona të cilat kanë ndalesë ligjore që parashihet me ligjin për zgjedhjet ose edhe që kanë ndonjë akt akuzë të ngritur ose që kanë probleme me integritetin e tyre personal. Pra, e gjitha këto janë elementet të cilat pastaj edhe determinojnë edhe çështjen e integritetit të komplet procesit zgjedhor në vendin tonë.